Për sa i përket kandidimit të Florian Binaj nga Partia Demokratike. Domethënë u fol për një krizë figurash në Partinë Demokratike, megjithëse unë nuk mendoj që ka pas figura partia që nga Partia Demokratike. Në ato fillime hajde kishte Cako. Pastaj nuk mendoj sepse të bësh hata që u bë, nuk mendoj që ka pas shumë figura. Po, një krizë figura sa të tjera thonë që është një outsider, ka për të thyrë sistemin, ka për të... Ndërkohë, ndodhi fenomeni çuditshëm që gjithë këto partitë e reja, që ti nuk kishte besim, kishte drejt që nuk kishte besim se u bashkuan edhe këta prap me këtë kandidatin e PD-s. Po si duket të gjithsesi te tani e di si mu duk dorëzim, domethënë nuk e di, një këshilltar i mrekullueshëm do këtë qenë i familjari Saliut, besoj e shoqa, ja shul aty në divan e i ka thonë, shoku, partia PD-ja nuk bëhet. Qa do të vesh nga doja nuk bëhet. Më kupto kështu që rri qetë tu me shoqen tate, edhe ham në pilafa në gjo, po leja të punë. Dhe ka bu me reflektu që duhet, po zgjedhja është geniale, zgjedhja e këtij personi është geniale. Një outsider që grumullot gjithë këto partiçkat e vogla për të rrëzuar Edi Ramën. Si zgjidhje, mendoj që është zgjidhje, si thonë, 1 milion euroshe, është një zgjidhje kryevepër. Edhe si ide im. Se s'po të kuptoj, do me thënë është zgjidhje kryevepër që edhe Rama të kishte dashur ta dhiste më shumë opozitën, nuk e dhiste do. Jo, tani, nuk jam në atë, është si zgjidhje, është vërtet një zgjidhje kryevepër. Çfarë do të dilte nga PD-ja, nuk do kishte asnjë lloj shansi. Se s'kan asnjë lloj shansi, se s'kan asnjë lloj ideje. Se i kanë lind për pa ide. Është vetë struktura që nuk prodhoi ide. Gjetja një personi gjoja të pavarur ishte vetmja zgjidhje dhe i lumt atij që ka dhënë këtë ide. Okay. Ndërsa për personin vet është një artist shumë i mirë. Shiko, tash Amarido, se ky emision është një çik që duhet fla që mos rrim kështu politikisht korrekt, si thoni ju. Sa po ma preve jo, artist, se shiko, artist e strade, okay, artisti madh, më fal zotri, artisti madh është Robert Ndrenika. Se i madh thashë? Më fal një sekond. Që bën që nga rolet humoristike, dramatike, të rinj, pleq, është Timo Floko, artisti madh, është, që them unë ty, është, nuk e di, po, artist, Ricardo Laria, nuk ma le ta vazhdoj. Tani, nëse vuajmë për diçka, nëse kemi vujt në që nga koha e Enver Hoxhës e gjithashim, nëse vuajmë për diçka, ne vuajmë për humorin televiziv, si komp. Do me thënë, po të shofësh Portokallina dhe kur ka qenë ky brenda është një tmerr i vërtet. Edhe atë që thonë rolin e policit për shembull, që e pëlqejnë gjithë, është gjë më shumë të unë nuk e shoh dot 2 minuta. Nëse kjo është e vërteta. Por them aktor i mirë për arsye sepse shumë vete pëlqejnë. Dhe unë fragmente caktuara për shembull ku ka imituar Ramën e tjetrën e kam pëlqyer. Pra e lejmë të anë aktorit se pa rëndësi ka është i mirë apo aktori i keq. Kjo nuk ka pikë rëndësie. Për mua, si thash, rëndësi ka se si u kap si figurë. Një figurë që pëlqejet nga gjithë turmat që pëlqejnë policin, që mos më pëlqej, kuptoheni, dhe është dëgjova dhe intervistën e atij dje tek Grida Dume dhe është good for Albania. Kjo është e vetmja gjë që mund të them. Domethënë, nuk ka pikën e ides, zero. Është komplet zero. Është një OJF si Adriatic Klapaj është pak më i alternuar në
filozofi, në mënyrë shprehje e tjetrën, dhe për i pavarur është xharro me gjuf, këtë e dim unë, ti e dim gjithë bota, por inshallah o Zot është si Putini, që do më ju fut kështu PD-s edhe pastaj na ndryshoj rrugës. Nuk i jap, si mund të them, i uroj vërtet mira, i uroj suksese, por nuk është ai që unë do doja të drejton Tiranën. Nuk është ai që unë personalisht, po kur them unë si qytetar do doja që ai të drejton, do nuk ja shoh ato aftësi që ai drejton Tiranën. A mund të jepte një frym tjetër? Prapë dyshoj. Por nga ana tjetër është ndoshta e them pak me rezerva, po kam përshtypjen se do ta thyej Edi Ramën. Në shkuptim, do fitoj? Kam përshtypje se do e marri Tiranën. E mund Manastiriun kë? Po, kam përshtypjen, po. Unë, do më thënë, çfarë shoh tani, në këtë moment, në frymën politike të Ramës e tjerë, shoh që ky e merr. Shiko, shumë analizë thonë që qoftë edhe një rezultat, do me thënë, i Manastiriut më i dobët se sa i Erion Velis, është në një farë mënyrë një disfat për Ramën. Unë mendoj që dhe jetë pak më shumë se ajo që thua ti. Mos them që të dali gati barabar, po them që edhe e merr. Dhe shpresoj që në këtë intervistë që ky ishte, shpresoj që t'jen ato emocionet e fillimit, t'jen ato, do më thënë, e ke parasysh, të shkëputet pak nga populistat. Unë mendoja figur tjetër, se duhej një thyrje tani, duhej patjetër një thyrje, dhe unë e kam thënë ka kohë, kemi 3 vjet përpara, e kam thënë që për shembull për bashkitë dhe komunat, unë jam gjithmonë ke njerëzit pa parti. Jo se ky është pa parti në këtë moment, por jam tek njerëzit, do më jam kjo fryma që t'je njerëz pa angazhuar politikisht. Po. Për arsye sepse sidomos me gjeopolitikën që kemi sot, këto duhet trajtohen si biznesen vete, nuk po them si komunitete, se komunitete janë, po si shtete në vete. Pra, në fundit, në qoftë se unë dua të shtroj rrugë të Tiranës, nuk kam nevojë të shkoj direkt tek Europa, të mi shtroj rrugë të Tiranës, mund ta marr nga diku tjetër, le të themi nga Arabia të paktën, që la kemi çik më lirë. A më kuptove? Etjere, sepse fryma europiane çdo ditë më shumë, biles ndoshta ajo që do japi humbjen Ramës është ky vazhdimi i kësaj në Europë në 2030, në Europë 2030 bashkë me Ukrainën. Do më thonë,